Protesta qytetare në Tiranë ka vijuar edhe mbrëmjen e së mërkurës, duke shënuar ditën e 81. Gjatë fjalimeve përpara kryeministrisë, qytetarët bën thirrje kundër qeverisë, si dhe ripërsëritën kërkesën kryesore, dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Protestuesit theksojnë se një qeveri teknike është alternativa e duhur, ndërsa paralajmërojnë se shtatori do të presë edhe më shumë qytetarë në shesh. Për kë po zhvillohet Shqipëria? Për qytetarët apo për disa njerëz me pushtet dhe me para? Kur fiton privati dhe paguajnë qytetari, a është kjo drejtësi? Kur ndryshohet ligji për t'i hapur rrugë një investitori, a është ky shtet ligjor? Protestojmë çdo ditë, pa ndalim. Ajo çfarë kemi marrë si përgjigje e protestës tonë të pandaluar çfarë ka qenë injorimi, fatkeqësisht. Por ne kemi zgjedhur të mos ndalojmë dhe ne nuk e pranojmë injorimin si përgjigje të kërkesave tona. Kishën dëshmitar se si rregullat ndryshojnë brenda natës, se si ndryshojnë ligjet brenda natës bazë porosive të një klienti apo porosive të një projekti të ndryshme apo bazë porosive të një investimi të ndryshëm. Kjo nuk mund të jetë standardi ynë. Kjo nuk është Shqipëria që ne duam. Pas fjalimeve me flamuj në dorë dhe thirrje, Rama jep dorëheqjen. Protestuesit vijuan marshimin në disa prej rrugëve kryesore të kryeqytetit, duke shkaktuar bllokim të lëvizjeve të automjeteve për disa minuta. Organizatorët përsëritën thirrjen që qytetarët t'i bashkohen protestës edhe në ditët në vijim.